Një rast I rëndë që prek deri për drejt sigurinë ushqimore të fëmijëve ka ngritur alarmin në disa vende të Europës, duke vënë në pikpyetje besimin ndaj produkteve përfoshnje. Autoritetet në Austri kanë zbuluar praninë e një substance toksike identifikuar si helmpërmi në një kavanoz ushqimi përfoshnje të markës HIP, konkretisht në një produkt 190 gramsh me pure karrote dhe patate. Hetimet tregojnë se rasti nuk ishte izoluar, testimet e kryera dhe në Republikën Çeke dhe Slovake kanë dhënë të njëjtin sinjal paraprak për të njëjtin rrezik, duke kthyer incidentin në një çështje me përpasa rajonale. Si reagimi më mbi 1500 supermarkete kanë ndërmarrë tërheqjen e produkteve nga tregu për të shmangur çdo rrezik për konsumatorët. Kompania prodhuese HIP ka konfirmuar praninë e substancës së rrezikshme dhe ka deklaruar se nuk përjashtohet mundësia e një ndërhyrje të qëllimshme kriminale. Sipas saj, incidenti mund të jetë rezultati I manipulimit të produkteve nga faktor të jashtëm, ndërsa sipas paraprakë është vendosur tërheqja menjëhershme produkteve nga qarkullimi. Autoritetet e policia kanë bërë thirrje për vigjilencë për të shtuar nga konsumatorët, duke këshilluar të shmangen produkte me shenja të dyshimta si kapak të dëmtuar, etiketa të pazakonta apo erë të pazakont. Ky rast ka rikthyer në vëmendje rëndësinë kritike për sigurinë në zgjedhjen ushqimor, veçanërisht për produktet e destinuara për foshnjë, ku çdo devijim nga standardet përbën rrezik serioz për shëndetin e besimin e publikut.